Po, sigurisht që po, për të ndodhur shtrimi më i mirë, një të drejtë demokratike vota e fshehtë në raport me emocionin që e ka ngritë për shkakim pjesa delegatëve njësues, cilët e kanë plotësu kushtin statutar për me thirrë në kuvend tillë, i cili është me thonë afat rekord për kryetarit partisë, tu i respektuar normat statutare, pa e konsumu në të nësi afatin prej 60 vjeç, po në ditën e 15 kuvendi veç po marrë, gjitha organizimet teknike veç se janë përfundu, tash presim për ore 6 me parë prezenca delegatëve dhe me zhvillu punimet e kuvendit. Kuvendi marrët me një pikë të rranit disë, që kanë drejtu kërkesën edhe iniciues të nënshkrues të kërkesës. Është debati hapur për ata që dëshirojnë të flasin? Sigurisht, ledeka është shtëpia e debatit demokratik e politik, sigurisht debatit të jetë i hapur. Ka pasur pak kënaqësi realisht para këtij kuvendi, ndërmjet disa grupeve brenda LDK-s. Pritet të rrjedh kuvendi normal në mënyrë demokratike, siç e quani? Absolutisht po. Kuvendi është mekanizëm demokratik i zgjedhjes së mendimeve të ndryshme, të cilat ballafaqohen përmes argumentit debatit dhe normalisht fund konstatuhen përmes shumicës demokratike që është vota fshehtë në kuti, për cilën LDK-ja tash sa kuvendeve që kultivon si frymë të demokracisë dhe formë të zgjedhjes së vendimeve për kur ka mendime ndryshme. Cila shumicë për juve do të peshoj sot më shumë? Ajo kundër apo pro? Mendoj që është pyetje sugjestive. Edhe mendoj që përgjigjja mund të qenë subjektive, konsideroj që tash ka pak kohë ose orë me thonë drejtën derisa kur kuvendi konstaton me votën shefto, nuk besoj që ka nevojë me u përgjigj, për ndryshe qëndrimet e mia kanë qenë qarta tash sa kohë. Faleminderit.